Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur rreth orës 1:30 në aksin Lezhë-Milot, ku janë përfshirë 2 automjete. Si pasojë e përplasjes kanë humbur jetën shtetasi RH 66 vjeç dhe pasagjeri i tij shtetasi AH 52 vjeç. Autoritetet dyshojnë se shkaki i aksidentit ishte pozicionimi i gabuar në karrexhat i njërit prej drejtuesve, i cili rezultoi gjithashtu në gjendje të dehur, ndërsa hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes vazhdojnë. Njoftimi paraprak, rreth orës 1:30 në aksin rrugor Lezhë-Milot, janë përfshirë në një aksident rrugor automjeti me drejtues shtetasin AG dhe automjeti me drejtues shtetasin RH 66 vjeç. Si pasojë e aksidentit, kanë ndërruar jetë shtetasi RH dhe pasagjeri që ndodhej në automjetin e tij, shtetasi AH 52 vjeç. Nga veprimet e para hetimore në vendin e ngjarjes, dyshohet se shkaki i aksidentit rrugor të jetë krahas kushteve atmosferike dhe rreshjeve të dendura të shiut, pozicionimi i gabuar në karrexhat i automjetit me drejtues shtetasin AG 33 vjeç, i cili rezultoi në gjendje të dehur. 33 vjeçari është arrestuar në flagrancë, ndërkohë që grupi hetimor po vjon veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.